Përshëndetje miq, këto ditët e fundit më ka rënë në sy në rrjetet sociale, më kanë rënë në sy disa shfaqje të disa hoxhave, të disa imamëve, të cilët detyra e tyre është që të shfaqin fenë, të bëjnë të njohur sa më tepër librat fetar, rregullat fetare, dijen dhe të merren vetëm me çështjen e besimit, por po shikoj se këto hoxha, si në Kosovë dhe në Shqipëri, ato po merren me politikë aq të qelbër, ku gjuha e tyre e helmosur po shtrihet edhe drejt flamurit kombëtar dhe gjuha e tyre e helmosur po bën edhe përçarje. Ku është shteti? Ku është kushtetuta? Ja çfarë thot hoxha, të merri vet. Një gjerman, besimtar, musliman, i devotshëm është më i mirë te Allahu se sa një shqiptar krishter. Kështu thot Islami. Kjo është arrën, leck, bez, të këto për e kemi qitë për 28 nëntorin, edhe mos me qitë hiq kur gjonë zbanët kemi. Na nuk adhurojmë Shqiponia, nuk adhurojmë Zogj. Shehid nuk bihet, që shpët thojnë dikush i plot shehid e mi mush Kosova dëshmor. Na kemi punu prej vitit 1912 që t'jemi të varfur. Ash ngrejt flamurit pa vërtetës, ash ranu flamuri la ilaha illallah, se ai që po flet shqip, edhe po krenohet se ka rëmitur që jenë prej këtu, a i sa shi flamurit la ilaha illallah, a i ka qëtër flamur, flamuri ati i shkru një Jezu. Përse kur një klerik del aty edhe shan flamurin, përçmon flamurin, përdhunon flamurin, përse kur një klerik del aty edhe thot që besën time do ta marr për grua, përse kur një klerik del aty dhe bën përçarje në mes shqiptarëve, jo ky besim, jo ai besim, përse nuk e ngrejmë zërin për këtë? Në këtë rast e shteti dhe kushtetuta dhe ligjet duhet të veprojnë, sepse mësuesi ka detyrë që të shkojë në shkollë dhe të japë mësime fëmijës. Ai gjeografisë të mësojë gjeografinë, ai matematikës të mësojë matematikën dhe ai i një degë tjetër i sportit të mësojë aktivitetet sportive. Detyra e një doktori është që të shkojë në spital, ashtu siç ka bërë betimin e jeminit të Hipokratit dhe duhet të shërbëjë njerëzve, të shpëtojë jetë tek njerëzit. Pra, edhe detyra e hoxhave, edhe detyra e klerikëve është që të japin udhëzimet e mira që jep feja, se kur flasim për fe, flasim për një çështje paqësore, me dashuri, me mirësi, me miqësi, që fal, që bën këtë, atë. Ndërsa ato klerikët tanë nuk po merren me ato çfarë shkruan në librat e shenjtë, që ti shfaqin që shkruhet kështu dhe theksohet kështu ashtu dhe të japin mësime dhe këshilla të mira në të mirë të popullit, por ato klerikët të cilët në emër të fesë po majmen sa nuk ka ku të shkoj, gjuhën e tyre të helmosur po e zgjasin drejt flamurit kombëtar, ku të dal aty hoxha dhe të flasin në publik dhe të thotë që kjo është vetëm lec, çfarë është kjo? Kjo është një bez, kjo është një lec, çfarë vlere ka? Të përvonojnë në këtë mënyrë flamurin kombëtar, ky hoxh dhe këto persona si ky person i cilit krah të fetar të jetë, cilën anë fetare mban dhe i përket nuk më intereson fare, mund të jetë i krishter, mund të jetë musliman ose i një feje tjetër, ose i pa fe fare, por nëse dikush në publik e zgjat gjuhën drejt simbolit kombëtar, drejt flamurit kombëtar, ai duhet të dënohet dhe duhet të dënohet rreptë. Nëse një klerik nuk bën punën e tij, por bën përçarje siç është ai hoxha tjetër i cili bën përçarje në mes shqiptarëve, duke bërë përçarje në mes të krishterëve dhe të muslimanëve, edhe ky person duhet të gjykohet rëndë, patjetër që ligji këtu duhet të veprojë dhe duhet të bëjë punën e tij. Le të besojë njeriu ku do dojë dhe si do sot. Besimi është individual. Së fundi, në librat e shenjtë dhe kudo, shënohet që Perëndia është një për të gjithë. Pra nuk ka një zot në Shqipëri, një zot në Turqi, një zot në Amerikë, një zot tjetër diku tjetër. Perëndia kudo në botë për të gjithë njerëzit është një. Dielli për të gjithë njerëzit në botë lindën i tilla. Hëna që ndriçon natën në të gjithë botën është e njëjta. Pra nuk kemi dy hëna, nuk kemi dy diell që lindën, dhe nuk kemi 4 apo 5 zot perëndi për të cilët flasim, por Perëndia është vetëm një, toka dhe rruzi dhe toksor është ai ku jetojmë të gjithë, pemët janë të njëjta në të gjithë botën, macet janë të njëjta në të gjithë botën, njerëzit janë të njëjtë në të gjithë botën, dikush mund të jetë smer, dikush mund të jetë bjond, dikush mund të jetë i zi, dikush mund të jetë më i bardhë, por të gjithë njerëzit në të gjithë botën kanë 2 sy, një hundë, 2 vesh, pra një përbërje, një strukturë janë, dhe Perëndia për të gjithë kudo është e njëjtë. Besimi është individual.
Dhe nëse beson apo nuk beson, përgjegjësia i përket vetëm atij personi që së fundi llogarinë e tij do ta jap tek Perëndia ashtu siç beson, dhe jo tek njerëzit, dhe puna e klerikëve nuk është që të bëjnë përçarje dhe të mbjellin urrëtie, dhe sidomos kur flisnin në emër të fesë islame, që siç e theksoni edhe vetë, që është feja e paqes, feja e mirësisë, feja e faljes, feja e dashurisë, feja e mirëkuptimit. Pra, flasim për gjithë të mirat që përmban një fe, por ju flisni me përçarje. Dhe në këtë mënyrë, jo vetëm që dëmtoni edhe ato që po mendoni se po flisin në emër të saj, por po bëni një përçarje të madhe në mes njerëzve. Ne jemi një popull që kemi një kombë dhe kemi një gjuhë. Pa pas një popull, pa pas një kombë nuk mund të kesh një fe. Fenë sot mund të jesh musliman, nesër kthehesh i krishterë. Sot mund të jesh i krishterë, nesër kthehesh musliman. Sipas jetës dhe përvojës tënde apo asaj çka don të ndryshosh në jetën tënde. Dhe kjo është e drejta e çdo njeriu. Dhe çdo njeri ka të drejtën e vet dhe nuk mund të gjykohet se çfarë besimi ka dhe kujt i beson. Por ne jemi një popull që kemi një kombë, që kemi një gjuhë, dhe së pari feja e shqiptarit është shqiptarnia, që duhet i dalim për Zot, së pari duhet të mbrojmë. Pastaj feja është diçka tjetër. Por ato klerik të cilët bëjnë këto përçarje, duke përçarët në mes të besimeve të ndryshme në Shqipëri, këto njerëz duhet të arrestohen dhe për këtë duhet të protestojnë shumë njerëz, duhet ta ngrejnë kokën për këtë, përse askush nuk e ngren zërin në këtë çështje. Përse kur një klerik del aty edhe shan flamurin, përçmon flamurin, përdhunon flamurin, përse kur një klerik del aty edhe thotë që besën time do ta marr për grua, përse kur një klerik del aty dhe bën përçarje në mes shqiptarëve, jo ky besim, jo ai besim, përse nuk e ngrejmë zërin për këtë? Në fakt për këtë duhet të ngrihet zëri, sepse çdo ditë e më tepër po humbasim dinitetin ton, po humbasim karakterin ton, po humbasim vetëdijen ton, dhe e keqja e të këqijave e di çfarë është? Kur dikush e ngren zërin, që unë e kam përjetuar vetë këtë, dhe kur e kundërshtoj dikë, pra nuk e kundërshtoj, por i them që ai është mendimi yt, mendimi im është ky, dhe nuk e cënoj në mendim, as me fjalë, as me gest, por ai person është i gatshëm të më cënojë mua dhe të më vejë një epitet, ti qenke kështu, ti qenke ashtu, ti qenke ashtu. Dhe në bazë të saj, në bazë të kujt e bën këtë? Nëse ti ke një mendim tjetër dhe unë kam një mendim tjetër dhe unë nuk të shaj dhe nuk të cënoj ty, do të thotë që edhe ti je në kundërshtim me mendimet e mia dhe ti nuk duhet të më shash, nuk duhet të më cënosh, nuk duhet të më ofendosh, nuk duhet të më epitetosh mua apo dikë tjetër, sepse prandaj mendimet janë të ndryshme, prandaj njerëzit janë të ndryshëm. Nëse unë respektoj mendimin tënd, që është i kundër me mendimin tim, duhet ta dish që edhe mendimi yt pra është i kundërt me mendimin tim dhe ti duhet të më respektosh mua ashtu siç respektoj unë. Derisa unë nuk të shaj, nuk të ofendoj, ose dikush tjetër ty nuk të shaj, nuk të ofendon, por jep mendimin e tij, edhe ti mund të japsh mendimin tënd, mund të kesh konkluzionin tënd, por pa ofenduar. Por nëse doni të ofendoni, nëse doni të ngrini zërin, nëse doni të mbroni një realitet, radhë të parë do të mbrosh flamurin. Kundra atyre njerëzve që e zgjasin gjuhën e gjarprit dhe hedhin helm mbi flamur dhe e quajnë atë një copë rrece, duhet të ngresh zërin dhe duhet të flasësh dhe të mbrosh së pari gjakun tënd drejt atyre klerikëve të cilët po mundohen të bëjnë përçarje, jo ti katolik, jo ti musliman, jo ti kështu, jo ti ashtu. Përse nuk e ngrejmë zërin kundra këtyre? Ku jemi o njerëz, jemi në vitin 2026 dhe po mundohemi të jetojmë si para 2000 viteve. Jemi në vitin 2026 ku kemi marrë tërë botën, ku shkojmë kudo në botë dhe shkojmë në Itali, po mbrojmë diçka tjetër, shkojmë në Gjermani, po mbrojmë diçka tjetër. Jo, vëlla, nëse shkon në Itali, nëse punon në Itali, nëse merr lekun në Itali, nëse krijon jetën në Itali, nëse fëmia yt studion në Itali, mbroj parimet e Italisë atëherë, se aty po jeton. Ose shko diku tjetër dhe kudo që shkosh mbron parimet e asaj. Nëse si e Zotit të mbrosh parimet e tuaja si kom, ngrije pak zërin për të mbrojtur parimet tuaja, për të mbrojtur dinitetin tënd, për të mbrojtur karakterin tënd, për të mbrojtur gjakun tënd, dhe jo për të mbrojtur diçka që nuk të përket ty, dhe aq më tepër kur heshtën ndaj atyre që bëjnë përçarje, jeni dhe ato të cilët heshtën ndaj atyre që bëjnë përçarje dhe e zgjasin gjuhën e gjarpit në këtë mënyrë, ato janë më të rrezikshëm se ato persona që flasin. Sepse ai që rrin urtë dhe është si ai gjarpi që fshihet në ngur dhe nuk dihet kur edhe si quken. Pra kjo ishte një çështje që më shqetësoi, çështja e flamurit dhe çështja e sloganeve që hedhin disa klerika në përçarje të gjakut arbëror.
Për këtë ngriheni zërin në njerëz, sepse nuk po shikoj asgjë në rrjetet sociale që dikush të dalë të flas edhe ta ngrej zërin mbi këtë çështje. Po kur është çështja për diçka tjetër, po të shajmë dikë të huaj që ju prishet interesi juaj, do të zgjasë llapën na 2 metra gjatë. Unë i protestoj këto njerëz. Unë e ngrej zërin për këtë çështje, sepse ne jemi njëri krishter, tjetri musliman, të gjithë jemi shqiptar, të një gjuhe, të një gjaku, të një vendi, të një populli, të një kombi, të një shteti. Dhe ajo që na bashkon është gjaku, ajo që na bashkon është gjuha, ajo që na bashkon është flamuri. Pastaj tjera mbaj për vete se kush ta mbaj për vete. Se së fundi, ashtu siç erdhëm të zhveshur në këtë botë, të zhveshur do shkojmë, nuk do marrim asgjë me vete. Erdhëm duke qarë në këtë botë, dhe duke qarë do të shkojmë, nuk do të marrim asgjë me vete. Erdhëm të pafuqishëm në këtë botë, dhe të pafuqishëm do të ikim. Nuk do të kemi më fuqi të përballojmë gjithçka. Prandaj, sa të jemi njerëz, le të mbrojmë të drejtën, jo vetëm të drejtën tënde, por edhe të drejtën e dikujt tjetër që ka nevojë për mbrojtjen tënde. Le të mbrojmë kafshët. Le të mbrojmë kafshët sepse janë emaneti i Perëndis. Ato nuk kanë gojë të flasin. Presin nga ne pak bukë, pak ushqim dhe pak ujë, po jo të fusim shqelbi. Le të mbrojmë flamurin ton, le të mbrojmë gjuhën ton dhe të mbrojmë gjakun ton. Si gjaku yt është gjaku yt, as nuk të shet, as nuk të vret, por i huaj gjithmonë të ka shtypur, të shtyp dhe do të shtyp sipas interesave të tij.